Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakojemi në kanalin ton Rrëfime Jete, për të ndarë një rrëfim të dhimbshëm, për të ndarë një histori tepër të prekshme, të një zonje që pyetja që unë do të bëj realisht është kjo: deri ku mund të arrijë varfëria? Kur them deri ku mund të arrijë varfëria, do të thënë kemi të bëjmë me një histori që është tronditse, që do tronditeni edhe ju. Çfarë ka bërë kjo nën për të siguruar ushqimin e fëmijëve të saj? Dëgjoni. Nuk e ka menduar kur se do të vinte një ditë që do të shisja një pjesë të trupit tim vetëm që fëmijët të mos flinin të uritur. Por jeta nuk pyet nëse je nën, nëse je lodhur apo nëse ke më forcë. Jeta të shtyn deri në kufirin ku ose sakrifikon veten, ose shef fëmijët duke ushuar para syve. Quhem Elena. Jam 42 vjeçe dhe jam nën e 3 fëmijëve. Dikur kisha një familje të thjeshtë. Nuk kishim të pasur, por kishim bukë në tavolinë dhe qeshje në shtëpi. Buri punonte në ndërtim, ndërsa unë pastroja shtëpi tek njerëzit. Jetoni me mund, por jetoni me nder. Gjithçka ndryshoi kur buri im pësoi aksident në punë. E sollën në shtëpi gjysmë të paralizuar. Firma ku punonte nuk i dha asnjë ndihmë. Pas disa muajsh, kursimet mbaruan, filluan borxhet, filloi edhe feri ynë. Në fillim shisja e gjërat e shtëpisë. Shita televizorin, lavatriçen, unazën e martesës. Pastaj fillova të kërkoja ushqime me listë në dyqan. Pronari më njihte dhe më thoshte: "Merre sot, ma jep nesër." Por erdhi dita kur edhe ai më tha: "Elena, edhe unë kam familje." Atë natë fëmijët e mi kërkuan bukë. Nuk kishim asnjë gjë. As miell, as qumësht. Vajza e vogël më pyeti: "Mami, nesër ç'do të ham?" Nuk munda t'i përgjigjem. U futa në banjë edhe qava pa zë që të mos më dëgjonin. Një nën nuk qan për veten. Një nën vdes kur nuk ushqen dot fëmijët e saj. Ditët kalonin dhe unë dobësohesha. Dilja nëpër qytet të kërkoja punë. Më shikonin me mëshirë, por askush nuk më ndihmonte. Një grua më tha: "Je shumë e lodhur për punë." Po, isha e lodhur. Isha e shkatëruar. Një ditë ndërsa prisja autobusin, dëgjova 2 burra duke folur për para të shpejta. Njëri tha: "Një veshkë të jep shumë lekë." Në fillim mendova se po e dëgjoja gabim, me thënë drejtën, por ato fjalë më mbetën në mendje gjithë natën. Të nesërmen pyeta fshehurazi një person që e njihja. Ai më pa drejt në sy dhe më tha: "Nëse ti je gati, gjejmë njerëz." Më ra toka poshtë këmbëve. Kisha frikë, më dukej sikur po shisja jetën time. Po kur u ktheva në shtëpi dhe pash djalin duke pirë ujë për të mashtruar urinë, zemra në atë moment më coptua. Ajo natë ishte nata më e rëndë e jetës time. Shikova fëmijët teksa flinin, i preka në flokë dhe pastaj i thash vetes: "Një nën jep edhe shpirtin për fëmijët e saj." Pas disa ditësh më çuan në një klinikë private larg qytetit. Nuk pyeta shumë. Kisha frikën që të dilja. Më dhanë ca letra për të firmosur. Duart më dridheshin.
Një infermiere më pyeti, a je sigurt? Desha të bërtisja, jo, nuk jam e sigurt. Jam nën e dëshpëruar, por vetëm ula kokën. Operacioni zgjati disa orë, kur u zgjova barku më dishte nga dhimbja. Ndihesha bosh, jo vetëm fizikisht, por edhe shpirtërisht. Më dhanë parat në një zarf të bardhë. I mora në duar dhe qava, jo nga lumturia, po se kuptova se e lirë ishte jeta për këtë botë. Kur u ktheva në shtëpi bleva ushqime. Bleva bukë, mish, qumë, shokolada për fëmijët. Për herë të parë pas muajsh ata buzëqeshen. Vajza më përqafoi dhe më tha, mami, sot kemi fest? Unë qesha me lot në sy. Po, ishte fest. Fest e dhimbjes së një nëne. Burri nuk dinte çfarë kishte bërë. I thash se gjeta punë jashtë qytetit, por trupi im po dobësoi çdo ditë. Nuk kisha më fuqi, dhimbjet më shtoheshin. Një natë ai më pa plagën, çfarë ke bërë? Më pyeti duke u dridhur. Nuk mundesha të gënjeja më. Kur i tregova të vërtetën, ai shpërtheu në lot. Një burr që nuk e kisha parë kur që të qante. Më fal, më tha. Më fal që të solla në këtë gjendje. Por nuk ishte faji tim, ishte faji një bote që të lë të vdesësh shurie ndërsa të tjerët jetojnë në luks. Kaluan muaj. Fëmijët nuk morën vesh asnjë gjë. Për ta unë isha ende mamaja që buzëqeshte. Por ne të veçaja nga dhimbjet, kishte raste kur nuk merja frym dot. Një ditë djali i madh më dëgjoi teksa flisja me një fqinje. Ai kuptoi gjithçka. Edhe më tha, mami, ti shite veshkën për ne? Nuk do t'harroj kurrë sytë e tij në atij moment. Nuk kishte zemërim, kishte vetëm dhimbje. Ai më përqafoi fort dhe qau si fëmijë i vogël. Kur të rritem do të bëjmë mbretëresh, më tha. Ato fjalë vletën më shumë se çdo para në këtë botë. Sot kanë kaluar disa vite. Ende jetoj me pasojat e atij vendimi. Shëndeti im nuk është më i njëjti, por fëmijët janë rritur, djali punon, vajza studion dhe çdo herë që ulem në tavolinë me ta, kuptoj se sakrifica ime nuk shkoi kot. Njerëzit më gjykojnë kur dëgjojnë historinë time. Disa të thonë si munde, por vetëm një nën e uritur e kupton një nën tjetër. Vetëm një nën që ka parë fëmijën duke fjetur pa bukë e di çfarë forcë të çmendur të jep dhimbja. Sot nuk kërkoj mëshirë. Dua që vetëm askush të mos detyrohet të shes trupin për të ushqyer fëmijët e saj.